Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! I jep fund çdo problemi, pini vetëm 2 gota në ditë nga ky lëng dhe do befasoheni. Arrat janë shumë të pasura me acidet yndyrore omega 3 të cilat mbrojnë shëndetin e zemrës dhe trurit. Ato ulin rrezikun e sëmundjeve të trurit, sklerozës dhe Alzheimerit. Arrat janë të vetme që përmbajnë sasi domethënëse të omega 3 me bazë bimore dhe të acidit alfa-linolenik, për të cilat trupi juaj ka kaq shumë nevojë. Gjithashtu, sipas ekspertëve, përveç acideve yndyrore, arrat janë shumë të pasura me vitamina, minerale dhe fibër. Sipas të dhënave, rekomandohet ngrënia e një grushti plot me arra rregullisht, jo vetëm për shëndetin e zemrës, por edhe për rënien nga pesha. Kjo sepse një sasi e tillë ofron 4 gram protein, 2 gram fibër dhe magnez të bollshëm. Një nga mënyrat më të mira për të shfrytëzuar vlerat e arrave është që ju të pini ujin e tyre. Përfitimet e ujit të arrave për shëndetin. Uji i arrave përshpejton rënien nga pesha dhe shkrin depozita djamore. Nëse konsumohet rregullisht, ky lëng i jep trupit tuaj energji dhe eliminon lodhjen dhe plagështinë. Uji i arrave rekomandohet veçanërisht për meshkujt mbi 40 vjeç, të cilët vuajnë nga prostata. Për gratë shtatzëna, uji i arrave i bën mirë jo vetëm fetusit, por njëkohësisht edhe pengon shtimin në peshë të nënës së re. Uji i arrave nga ana tjetër e ndihmon mëlçinë dhe e bën më të fortë rolin e saj në eliminimin e toksinave. Ky lëng rekomandohet për njerëzit të cilët vuajnë nga tiroidet dhe kolesteroli i lartë. Uji i arrave është shumë efikas edhe për përmirësimin e tretjes dhe eliminon gazrat e tepërt. Si të përgatisni ujin e arrave? Merrni 10 arra të qoruara dhe futeni në një tenxhere. Hidhni 6 gota me ujë dhe lëreni që të zihen për 7 deri në 8 minuta në temperaturë të ngadaltë. Pasi të kenë zier, kullojeni lëngun dhe hidheni në një kavanos qelçi. Arrat mund t'i konsumoni ose t'i përdorni në ndonjë recetë gatimi. Ju mund të pini një gotë në mëngjes, esëll dhe një gotë në mbrëmje përpara gjumit. Nëse konsumohen në sasi normale, arrat, lajthit dhe bajamet janë shumë të shëndetshme, por nëse ju e teproni me to, mund të dëmtojnë shëndetin dhe gjithashtu të kenë efekte negative. Rekomandohet që çdo ditë të hani një dorë nga këto fruta, përndryshe do të shfaqen këto probleme. Do të shtoni në peshë. Shumë studime shkencore kanë treguar se arrat ndihmojnë për rënien në peshë, kjo vetëm nëse ata konsumohen në sasi të moderuar. Në qoftë se ju hani më shumë se sa rekomandohet, ju mund të shtoni në peshë. Ato janë të shëndetshme, por duhet të keni kujdes sepse janë të pasura me yndyrë. Flokët dhe thonjtë bëhen më të brisht dhe munden që të shkaktojnë inflamacion ose dhimbje të muskujve. Këto simptoma shfaqen nëse i konsumoni arrat apo lajthit në sasi të tepruar. Mund të shkaktojnë probleme me tretjen. Këto lloj fruta shkaktojnë probleme me tretjen pasi përmbajnë përbërës që pengojnë tretjen. Prandaj gjithmonë tregohuni të kujdesshëm me sasinë e arrave që do të konsumoni në ditë. Por kjo nuk do të thotë se arrat nuk përmbajnë efekte pozitive. Tashmë është koha që të flasim për të mirat e arrave. Konsumimi i gjysmë filxhani arra në ditë mundet që të ulë nivelet e kolesterolit dhe të përmirësojë shëndetin tuaj të përgjithshëm, por përveç se mban në zemrën tuaj të lumtur, arrat janë një super ushqim i vërtet, sidomos kur bëhet fjalë për bukurinë e lëkurës tuaj. Arrat janë të mbushura me vitamina dhe lëndë ushqyese thelbësore, gjë që i bën ato një domosdoshmëri për lëkurën me shkëlqim natyror dhe rinor.
Ne këtu do t'ju tregojmë se si arrat e promovojnë shëndetin dhe bukurinë e lëkurës tuaj. Mund të parandalojnë plagjen e parakohshme. Arrat kanë shumë antioksidant. Ato u ambrojnë lëkurën nga dëmtimet mjedisore siç është ekspozimi në diell. Konsumimi i disa arrave në ditë mundet të ndihmojë në mbrojtjen e lëkurës tuaj edhe kundër plagjes dhe ta bëjë atë të duket më e re për një kohë më të gjatë. Arrat gjithashtu janë të pasura edhe me vitaminën B, e cila mund të zvogëlojë pigmentimin e lëkurës dhe të ndihmojë trupin tuaj që të prodhojë qeliza të reja dhe të shëndetshme të lëkurës. Mban lëkurën të hidratuar. Arrat ofrojnë më shumë yndyrna të shëndetshme omega-3 se çdo arr tjetër. Marrja e mjaftueshme omega-3 është helbësore për shëndetin e lëkurës sepse ndihmon në balancimin e prodhimit të vajit, largimin e toksinave dhe gjithashtu bllokimin e lagështisë që i duhet lëkurës për të qëndruar e lëmuar dhe njëkohësisht pa rrudha. Shtimi i arrave në dietën tuaj nga ana tjetër është një mënyrë e lehtë dhe e shijshme për të ndihmuar lëkurën që ajo të duket më e bukur, më e butë dhe e hidratuar mirë. Mundet që të parandalojë plasjet. Shtimi i disa arrave në bollgurin tuaj të mëngjesit do ta bëjë atë mjaft ushqyes dhe gjithashtu do t'ju ndihmojë ta shëroni lëkurën tuaj nga brenda. Yndyrat e shëndetshme në arrat ndihmojnë në zbutjen e acarimit dhe madje ato munden të trajtojnë disa probleme të lëkurës, si për shembull dermatitin. Disa elemente gjurmë në arra ndihmojnë në luftimin e inflamacionit nga brenda jashtë duke ndihmuar lëkurën të qëndrojë me shkëlqim dhe sigurisht pa akne. Mund të zvogëlojë rrathet e errët dhe qeskat e syve. Kur zgjoheni me rrath të errët ose me sy të fryrë, me siguri sa vendosni hidratues sysh ose disa kuba akulli, por rezulton se ngrënia e një grushti arra mundet që të ketë një efekt të ngjashëm. Arrat përmbajnë vitaminën E, e cila është vërtetuar se zvogëlon rrathet e errët dhe ju nuk duhet të shqetësoheni për njollat e syve që rrëshqasin poshtë fytyrës tuaj. Ndriçon lëkurën tuaj. Ajo që hani ndikon në lëkurën tuaj dhe asnjë pluhur fytyre ose krem pudër nuk do ta bëjë të duket bukur në qoftë se zorra juaj nuk është e shëndetshme. Arrat ushqejnë në zorrë dhe promovojnë baktere të shëndetshme të cilat promovojnë dhe përmirësojnë lëkurën tuaj nga brenda jashtë duke e bërë atë natyrshëm të shëndetshme dhe me shkëlqim. I bëjnë mirë skalpit të kokës. Shtimi i arrave në vaktin tuaj ushqimor ju ndihmon edhe me lëkurën e kokës. Antioksidantët dhe acidet yndyrore të shëndetshme në arra mund të ndihmojnë në stimulimin e folikulave të flokëve, duke i bërë flokët tuaj më të shkëlqyeshëm dhe më voluminoz. Ngrënia e arrave gjithashtu mund ta bëjë lëkurën tuaj mjaft të shëndetshme, gjë e cila do t'ju ndihmojë edhe në parandalimin e zbokthit dhe kruajtjes së kokës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.